Po, spari, ne do të më mundu ta shumë po folja edhe në cilësinë e prindit në këtë rast, duke e di që këtu ka me pas shumë aktivitete edukative, normalisht që kjo i bashkon gjithë fëmijët, edhe mira e kësaj është që sa ma shumë fëmijë, dhe më thonë, socializohen ma shumë, kryojnë shoqëri të reja, edhe ne dim që sporti të gjithë na bashkon, na afron, sa ma shumë aktivitete, as ma mirë edhe për shëndetin. Uroj që secili fëmijë ta ketë lumturinë, ta ketë shëndetin edhe u gëzofshi gjithmonë. A e dini që jo vetëm që jeni ma dashnit ju, po jeni edhe ma të nevojshmit, i vjini të reshitetit. Po ju s'ka dritë, që s'ka dritë të madhe po i bëni, po shëmbrejtë, po nga zhëni. Edhe po na jepë gjithmonë po ndëgjoj ide të reja, se cili për jush me ide të reja, bravo i lumë, ka po i merë një gjithë të ideja fantastike. Apo? Prej mësusit, prej prindve, prej gjithve, prej prindve, atë një marë të kitët mare për prind. Edhe tash duhet me pa që tu kemi një numër të madhe dhe të muzikantëve, kemi numër të madhe të sportistave, të arkitektave, edhe krejt ta janë do profesione që pëndëgjoj që edhe ju përdoni me uboha, artista, inxinjera, mjek, arkitekta, ambasador, diplomat, apo? Po edhe kryetar të universitetit, apo? Edhe kryeministra? Edhe president? Bravo, ju jeni ardhë nga orën. Atëre, unë juroj që deri atëre me rrit me shumë dashni, me shumë loj, me dituri, edhe mos me harru me shkru gjithmonë ëndra tuaja, me vizatu, me këndu, edhe me ditë që ne si kryeqytet do t'jemi gjithmonë pranë jush, me ju ndihmu që me realizu gjitha ardhë pra me ju ndihmu, me ju përkrat që gjithmonë ju me shkëlqyje zbashku me juve i gjithë kryeqyteti, i gjithë vendi. Apo? Apo? Edhe unë si kryetari të shtetit ja u jep fjallën që nuk ka vend më t'lepshëm se me ndërtu të ardhmen se sa me unis pikrisht me juve vite dashun. Pra asaj që ka jemi sot, e për asaj që ju e ëndroni nesër, pra me i bo ëndrat e juaja realitet. Edhe një broritje madhe për juve vite dashun, ju dua e një qëtësari.